Emisioni Jet o Jet me Ton Zogjanin për krahët nga Top Store, Dyba Metal, Rimida, Agrion, Corona Dent e Spitali Lindja. Mirë mama, me qëtemi po takomi përsëri me emisionin Jet o Jet, e si çdo emision që e kam si hyrje, dua ta them edhe sot që vërtet, edhe sot e kam një mysafir shumë special. Sot bashkë me mu do t'jetë ish kryetari i Fushë Kosovës, Skënder Zogaj. Kryetar, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Faleminderit shumë për kohën që ke gjetë edhe na ke dhuru një kënaqësi jashtëzakonisht të veçantë me i nda disa tregime, rrëfime që i ke kalu gjatë tërë këtyre viteve që i ke la pas. Kënaqësia është e imja, jeton, sepse më thonë takosh me miq, me mjediset njerëzish që i donë dhe të duan, që ka një reciprocitet të nderimit, është kënaqësi gjithmonë. Prandaj, koha ime gjanë shpërblimin e jashtëzakonshëm që sot jam me ju këtu në studio, jam edhe me një ekip njerëzish të vyshëm. Unë jam pak njëri medjave dhe me thonë drejt nga në herësh edhe shoj synin edhe ka ekrani juaj dhe unë ju përgëzoj sepse megjithatë shoh një punë serioze, një përpjekje të mirë që sot në media është tepër e rëndësishme në kohën dhe në rrethonat të cilat po jetojmë. Gjithçka e mirë është e dobishme për të gjithë ne. Faleminderit shumë. Na jemi taku dhe njemi edhe jashtë studios. E ndjej për obligim me nda një pjesë të një rrëfimi që unë e kom konceptu si të tillë, jo referova si ish kryetar, por aja ka qenë një pjesë e punës suaj që ju e keni bën në një moment të caktuar, por veprimtaria jote është e gjatë dhe shumë e begat në kuptimin e mirë të fjalës. Por kur unë edhe ish kryetari takohemi kështu në baza individuale, unë ja them një tregim, jeni njëri prej kryetarëve që i keni dhënë gjithçka venit e si keni marrë kur gjë. Kjo ka shumë rëndësi për ata që jam mësuim politikës. Më thonë, mi dhane, mos mi marë, është e ndershme me marë ata që te meriton, po jo ata që se meriton. Këta patat e nevojshme me nda me ju miq, sepse ka njëherë dësen edhe duhet të regjistrohen e të mbesin të faktume. Kryetar, unë po të referona si i tillë, sepse në kohën kur unë kam pas nevojë si student, ju keni qenë kryetari i parë që unë kom taku në Fushë Kosovë. Dhe si i tillë, ma lejo që të referohem kështu. Patjetër. Vitet po kalojnë dhe po ti më shelesh sytë edhe të mendosh, a kishe mu kthy edhe një herë ka i kera kësaj rrugë? Po jeton. Nga viti 1971 e të mrama, dhe më thonë kam qenë në detyra, për mësuesit në gjimnaz Malishevës, pastaj gazetar në Botën e Re, pastaj gazetar Rilindjes, aktivitete politike, Tirana, Rilindja në Tiranë, e të tjera, kthimin në Fushë Kosovë. Është një rrugë që kur kthehena, shikojmë duket e huaja, po kisha pas qef edhe herë me hyrë kësaj rrugë, dhe njëjtësoj. Më duket që të njëjtat hapa i kisha bërë dhe të njëjtë shtigje isha shku. Absolutisht nuk isha ndrru kur gjë. Sepse jam i lumtur me krejtë që kam kaluar, edhe me moshën që kam, edhe kam pa një periudhë të rëndësishme të shoqërisë tonë për fat mirë në Kosovë dhe në Shqipëri. Kështu që janë dy pjesët e mollës të cilat unë i kam shijuar dhe jam krenar që kam shijuar në atë parforme. Kryetar, jo në Fushë Kosovë kur jeni vendos sepse tregimi ose gjithë shka fillon nga Fushë Kosova. Kërë që kryetar fillimisht njëu i relaksum, sepse na këna me bo muhabet
shumë shtruar dhe më pa ngarkesë. Absolutisht. Jo, erdhët në Fushë Kosovë. Fushë Kosova dihet si shka qenë, që mos t'ju kthejna njerëzve gjërat e errta, por në Fushë Kosovë është suprimu dhe autonomia e Kosovës. Ka qenë një vend i banum me Serbë kryesisht, po ju të gjithë kanë qenë të tillë çfarë kanë bë, por që është njohur si zonë e rrezikshme. Ne i kujtojmë edhe ngjarjet që kanë ndodhur në Fushë Kosovë, po si u bë që përfundove në Fushë Kosovë? Veç edhe një trokë e mujtë marrë në Prishtinë. Po, që është e vërtet, unë kam qenë i destinuar për Prishtinë, unë e kam pas shtëpinë qendrore në Prizren, dhe më thonë edhe ka qenë këtë normale që të synojt jam në Prishtinë, tikë për Prizren, për një kryqytetin e një kryqytet tjetër, që dhe mos detyra gazetarit e të tjera, po tani jeta i ka rrjedhat e veta dhe në momentet të caktuara, dhe më thonë njerë jo në rënë, sigurisht në rënë, sepse ndrojnë edhe kërkesat. Në fillet e para të demokracisë, me thonë një grup i rilindjes, bota e din, po e përsëris, me që Kryetar, mos më del të rilindja, njëherë fillove si profesor me punu, fillimisht. Po, jo, njëherë kam punuar mësus në Carrallok të Malishevës. Po, kjo ka rëndësi, sepse po, tregimi do të nisë... 1971-72 kam punuar në Carrallok mësus i gjuhës Shqipe në një shkollë fillore. Pastaj filloi gjimnazin në Malishev, u hap gjimnazi, ishte viti i parë, dhe pretendimet ishin që gjimnazi të bëj me vit 2, vit 3, vit 4 dhe të pambarsohej. Atëherë është deshën kuadrët caktuar që do të kontribuonin në atë që dhe më thirrën, më tërhoqën atëherë strukturat arsimore të Malishevës dhe të Rahovecit, sepse gjimnazi ka qenë paralele Rahovecit, edhe shkova në Malishev. Aty kom punuar, më thonë, vitin 73-74, fillim 75-ës. Fillim 75-ës, pasaj ishte një konkurs në botën e re. Unë atëherë merresha me shkrime, prej mësuesit, dhe më thonë, me do shkrime, me do vjersha, me do artikuj gazetaresk e të tjera, botoheshin ato nëpër gazeta, e poshtë konkursin, i grumbullova letrat, në një kërkesë të vogël, ja bashkangjita ato dhe dërgova. Do të që unë pranuan edhe u detyruar me lënë arsimin, sepse unë ishe dëshirën e kisha te gazetaria, me thonë sinqertën, dhe më thonë, na jam pëlqente shumë. Erdha tani në gazetën e studentëve, aty kam punu deri në vitin 78. Vitin 78 jam kthyer, kam dalë në Rilindje, gazetar profesionist Rilindjes, edhe aty kam qëndruar deri kur është mbyll Rilindja. Kjo është biografia punës. Po, si fillim. Po, ndërsa te kjo e dyta tjetër, domethënë unë kur në jetën time nuk kam menduar se ndonjëherë do të merrem me politikë. Absolutisht bile kam qenë apolitik. Po në kthesat e para të demokracisë, domethënë një grup shokësh të Rilindjes ishin ata që nisën iniciativën me bë një parti, me bë një pluralizëm, me qelë dhe dyër treja, edhe unë i ndodhur në atë një dys, thonë nështë edhe unë isha një në për aty në themeluesve. Ndodhi formimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës, në ndërkohë unë kisha blenë tokë në Fushë Kosovë me 15 kushërinj të tjerë, të cilët kishin blerë tokë për të ndërtuar do shtëpisë të vogla për me prunë nxënësit dhe studentët me pas me banu dikon sepse ma afër Prishtinës. Ma afër Prishtinës dhe dieshin mundësitë e fshatit atër për t'i mbajtur, por nëse e kishim banimin të gjithën, domethënë ishte ma lehtë, edhe ishim shumicë. Kështu që unë ndrova mendjen edhe vendosa me bë dhunën një shtëpi me ta. Domethënë isha ma i pjeku në mesin e trive krejt, se këtë kanë qenë nxënës student, ju ktheva Fushë Kosovës. Pastaj, kur ndodhen organizimet Prishtinë, u bë Lidhja Demokratike e Kosovës, u krijuan strukturat e para, atëherë Bozhuri ishte organizata më famkeqe, jo vetëm në Jugosllavi, po edhe në këtë Evropën, sepse dihet ka qenë një bastion i tmerrshëm i kokave shumë të qartuna, cilët më thonë ishin mbi njerëzore për të keq. Edhe lindi ideja që mos u formuloj Lidhja Demokratike në qendër, po tash ka, se nëse mbete vetëm në Prishtinë, atëherë s'kishte kurfar, më thonë ishte edhe unë, Jusuf Buxhovi, Ibrahim Berisha, Mehmet Kraja, një varg shokësh, e ushtru detyra, dhe me thonë që po tash shka është mirë me kriju dekt. Edhe mu më shkrepin kokë që të jena në Fushë Kosovë dhe pikrisht... Mirë, pa më dalë të dekt, se e kam shumë të rëndësishme, sepse themelimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës në vitin 89. Ideja nuk është shpjegu sa duhet në publik. Ideja e kujt ka qenë për mu themelu
Lidhja Demokratike e Kosovës. A ka qenë pjesë edhe presidenti historik Ibrahim Rugova, apo është orë ma vonë në kafenet tona flitet e përflitet që është ftua dhe Recep Qosja për me marrë drejtimin, por që nuk e ka marrë, janë dhe dilema hamletiane që nuk janë thane, nuk janë folë, sepse menoj që një gjenerat që mundet muna për cilë, ka interes edhe për këtë pjesë. Jo keni qenë afër aty edhe me siguri e dini. Absolutisht, jo interes, ajo është elementarja për të shku përpara dhe për ditë kush jemi dhe çka po duam. Iniciativa ka qenë e gazetarëve të Rilindjes. Iniciativa ka qenë e gazetarëve të Rilindjes, dhe kjo fillon mu kurorëzu mirë në kohën kur Lidhja Komuniste e Jugosllavisë filloi me shpërndar rjetat e veta të mbisundimit dhe të marrjes në përgjegjësi të strukturave shtetënore. Në Rilindje kanë qenë, është një detal shumë i parancishëm duket, por shumë i rancishëm, napredaku i Gjakovës kishte mojt një mbledhje të partisë dhe punëtorët kishin thënë, mos na i dhon shumë Lidhja e Komunistëve se na e skuqim Erenikun. Kaq doli informata në gazetë, në Rilindja. Ajo kuptohej, se ajo formulim ishte që i gjujmë librezat e Lidhjes Komuniste, dhe me thonë, sërrim mo komunista. Edhe ushtru biseda në rubrikën e kulturës, që gjakovarët e kanë thonë ide interesante, po mo punëtor ata, edhe po me pas me thonë edhe Rilindja, kështu me mendu. Shtresa intelektuale. Intelektuale, që ka ndodhë, kjo ka qenë ajo vendimi kryesor që unë në makinën time, me Ibrahim Berishën, Mehmet Krajën, Gjemal Mustafën, Sami Pirrajn, Mehmet Emrllahu, me thonë, një ekip gazetarëve të Rilindjes, të rubrikës së kulturës, e kemi shkrua protestën e parë në makinën time, që ne jemi të pakënaqur me zhvillimit, se na ishim antar partije, apo kupton, gazetarët e Rilindjes kanë qenë të gjithë antar partije, sepse s'ki mujt me qenë gazetarë një farformë. Na joni që ka shpëtuar radhë që se ka ditë që s'është që për një shëdasht. Edhe kemi bërë një shkresë, bukur të ambël, jo for të rrezikshme, jo for të rëndë, që kështu nuk bën kjo sepse është kundër do ideve që i ka pas. E shkruam tekstin edhe erdh puna që me bë me tekst në gazetarët, sepse ishin e prorët aty. Në atë kohë ka qenë i madhi dhe i ndritshmi për mu i jashtëzakonshmi Maksut Shehu, kryeredaktor i gazetës Rilindja. Një person i rrept, një person paka shumë identifikuar me figurën e një komunisti, sepse me që thate kishë marrë pjesë në forumet komuniste, besa kishë shkruar ndonjë vjersh pak për kohën e tjera, do me thonë. Sepse ju ka përshtat rrethona të kohës. Ka përshtat rrethona, mirë, po, diti që ne jemi të tillë pak, po gjithmonë i gjajmë dhe do vrima, për me thonë njerë qasir. Duke qenë se ishte kryeredaktor, edhe ne ishim rubrika e kulturës, me gjithate një shkallë pak ma larga asaj të rubrikës mbrëmshme, që merrej me politikë, erdhi puna, duhet me informue në kryeredaktorin, sepse nëse nuk e informojmë, do me thonë, është keq, pastaj çka bëjmë me këto. Prishë hierarkia e asaj. Hierarkia duhet të respektoj. Edhe hop thanë, duhet me aqu. Hajt njëri jo tjetër, më thanë mua, për që po thash, e mora unë letrën, unë pikrisht, trokita nder. Kur trokita ndera më tha hyn, janë isa mu dridh kam pak, ofrova sepse ka qenë jashtë rrezikshëm, ka qenë rrezikshëm kuptimin një prindit mirë, se jo që hynë, urdha, thash një letër, ne kemi bën që të në rubrikë kulturës, se a konë mirë me lexu. Po. E mori letrën Maksut Shehu, e lexoj, e tha, kuku e vladet e mi që par pas kanë bon. Pe marrë me mend që tash do me qenë rëmuja me nisë, e futi dorën në gjep, e nëzori stilografin edhe e nënshkrohu. Pam, ma dha letrën. Dhe më thonë, urxu Lidhja Komunistëve, sepse kur dole, unë atë ishin të prit kolegët e mi. Çka po ndodh atje? Kur dole, unë për thëmë qenë me çka ka postë mrekullueshëm me stilograf me ngjyrë të zezë. Edhe ajo ka qenë në nënshkrimi i rënimit të Lidhjes Komunistëve në Kosovë. Mas asaj, i kemi tregu tjerve, kanë ngajtën, të gjithë e kanë nënshkruar atë letrën, e kanë proponuar rubrika e mbrëmshme dhe në mbrëmjen e asaj dite ajo kumtesë e Rilindjes është lexuar në televizionin e Kosovës në atë kohë nga Besa Qeku. Shkresa ka shkuar pa redaktorët, mbrapa shpinës të njerëzve të tjerë të zyrtarëve, sepse nuk do të ishte lexuar. U lexue ajo shkresë dhe në të nesërmen
gjithçka ka qenë e përfunduar, sepse buja u bë tepër e madhe, njerëzit filluan me gjujt librezat të rrugëve, në ashensorët e Rilindës kemi gjetur në qeset najlonit mbushëna me librezat nga organizatat e Aty ndryshme. filloi gjithçka. Gjithçka përfundoi. Rënimi nga nënshkrimi i Sepat Shehu mbi emrin. Maksut Shehut, kryeredaktori të Rilindës. Maksut Shehu. Maksut Shehu nuk jeton më? Jo, ka vdekur. Dhe këta që po e thamon, është një dokumentar, e ka përgatit Koha Televizion, e ka për atë në gjare, se ma që, po, hymë kësaj teme, një më thonë, në dokumentar, Maksut Shehu të regon për këtë rastin që po atë regovone, thëtë, hyni Skënder Zogaj në zyren time, duke u dridhur, që ishte vërtet e madhe, duke u dridhur, sepse me bisedu me Maksut Shehun, kërredaktorin, që mendonim që është një farë njekë si jonë, ishte edhe thët, edhe e din të një Skënderi, se e kom në nëshkruar, më thonë, ishim dëshmitar të njëni tjetëri, dhe Maksuti, pastaj ka qenë zëri maj fort i mrapa vijëson, më thonë, aj zëri që nga ka majtë dhe profesionalisht, deri në mbyllet e Rilindës, në më thonë, pa dyshim njëri nga matë merituarit, që pa në nëshkrimin e ti, nuk do të zhvilloj ajo që ka ndodhur më vonë. Dhe aty filloi gjithçka dhe shkoi duke u zhvillu me vonë. Absolutisht. Dhe më thonë, na pam, me këto zhvillimit që ndodhen, u pam se na në Kosovë duhet me bo diçka. Më thonë, vinte vetë koha, të regonte se në organizimin na duhet. Lindi ideja, pastaj një alternative, sepse dihet monizmi me lidhën komunistëve edhe me lidhën socialiste që është diçka tjetër struktur, kishte nevojë, demokracia në vërtet në për Evropë ishte pak në lulëzim të mirë dhe në përkraje të shteteve të mëdha. Edhe lindi ideja që megjithatë ne duhet bëjmë diçka, edhe unis. Yusuf Buxhovi është hartuesi i programeve të para të Lidhjes Demokratike të Kosovës, dokumenteve që duheshin bazë. U krijuam një rreth. Jo, si erdhi për me vendos për emrin, se kjo, me siguri kur është vendos për emrin, tani keni fillu me lëshut dokumentacion, me lëshut deklarata? Jo, është njerë kanë qenë takimet deri ka fundit, ka pas alternativa, si më qojtë një lëvizje demokratike, një kështu në atje, më thënë ka pasën... Si në kone emnat që jenë propozu për... A ka pasë emnat atje? Rreth demokracisë, më thënë, alternativa demokratike, demokracia re... Emnat nga më ndryshëm, po kanë qenë krejt lokal. Krejt këto, tash është me rëndësi, sepse njerëzit edhe sot e kësa ditë e pinë kafe dhe hana kullore në Lida, kafenin e Lida. Ajo ka qenë zyra e parë në pak të gjitha organizimeve, se aty takoheshim, pinim kafe, bisedonim edhe fillonim me idejt e tjera. Do me thonë, kërë kryuar një grupi iniciativ për me bo diçka të re, atëre ushtërun edhe detyrat praktike që dikush duhet me udheqat, ku vendi që duhet mu majtën, do me thonë me gjithete, edhe përmendet, e thatë edhe jo, do me thonë, kush do të ishte aj që mundet me përfatsu, se duhet një intelektuali mirë e tjera. Motivi i parë ka qenë, është e vërtet të Recep Qosja. Të gjithë ne, gazetarët të Rilindës, kemi pasynin që aj edhe me nivelin akademik që kishtë, edhe të tjera, dhe me thonë që ajt jetë. Edhe një grupë... Se njëshët ju, doktor Rogove, në po? Jo, njëshëm po, në duke që është ma, nuk e di, të me thonë, ma pazarit, ku me di, pëse që është Rogove... Percepcioni u kryu për me konu të rritë nuk e din, po e ka qenë i qetë, ka qenë i sakt, ka qenë i pangotëshëm, dhe me thonë, me qëndrim, një tip bohemi me ato flokët të mdojë, me ato syzët model francez. Pikrisht, edhe në momentin e partë duket se me gjitha aty duhet një hero, njëri dinamik, njëri që i bon... Edhe o kryuar grupi i parë, cili ka kontaktuar me Zotin Qosja. Qosja nuk ka pranuar. Cila konë përgjigja? Nuk jam për asin, nuk du mu implaku, nuk më intereson ajo. Nuk më intereson ajo? Absolutisht, nuk ka pranuar. Tash formulimit se... Po, këtë drejt. Me dalë në pozitën e kalkulatorit. Si përfundim ka thonë jo, forma... Definitivisht, na që si mikon, që ta kem delegatër... Ajo thej pak kjo? Jo, se atërë, thëmë, nuk ka pas kohë dhe shumë, është lyp me lëviz, dhe me thonë, kur arë përgjegja, që jo, atër është vënherë alternativa e dytë... Kujtohet, kush ka shku me a lyp që gjeva? Unë e sa e di, Milazim Krasniqi, Buxhovi, Mehmet Kraja deri ku, nuk e di, Ibrahim Berisha,
kanë qenë ma organizatorët kryesorë që kanë lëvizur me letra, me bisedime, me takime, me të tjera, këta kanë qenë kryesorët. Jusufi numër 1, sepse ai nisi edhe me dokumentet çka duhet i merrte prej partive demokratike të botës, Gjermanisë, se na modelet u dash kemi bën dokumentet, modelet Mi morë si formë. Si formë ndikon. E pastaj mi përmbush me tona. Domethënë, kryesore ishte që ne që grup që merreshëm parapërësisht që ishim në ato aktivitete, morëm vesh që qosja jo. Atëherë doli alternativa e Rogovës. Kush e propozoi? Qaj grup, qëta që ti përmenda. Më thonë, që aty qaj rreth. Kush e kishte të njohur, përveç asaj që ju e kishte të njohur si emër, po kush e kishte pak ma afër që... Jusuf Buxhovi, Mehmet Kraja, kanë qenë shumë afër ti. Jusufi edhe se shkrimtar, edhe se, më thonë, ta një tjertë nga gazetarë që na e numëronim atërë si kolegë dhe nuk ka qenë në atë kohë, dhe më thonë, shumë... I ekspozum. Po, dhe më thonë, jo për dhe ne kemi një si një parë rëndomësie, ma vonë kemi fillu me qenë tani me po që nuk është bashkë rëndomësi. Po, mu lidhë me të... Po, edhe një diferencë, ma vonë krijohet. Edhe? Të kontaktin e parë, Rugova shikon, thët, po, mirë, thët, okej, mirë, nëse... Më thonë, ka pranu me të parën, pas gjatë, jo, po du, s'po du, parën. Nëse duhem... Absolutisht, e ka pranu me të parën, edhe atër është o qelë dera për me mojtën me vazhdu më të tje. U themelu Lidha Demokratike Kosovës, u bo ekipi parë, me thonë, i grupit themelus, edhe një kryesia, u zgjatën njerëzit nga onë të ndryshme, një elitë e njerëzit, dhe me thonë, pastaj ka qenë një dëshirë për të afru e gjithë njerëzve të mëdhaj të Kosovës. Është e vërtet e madhe, dhe me thonë, se s'ka pas shumë thirrje, si në kohën atë tjera që hajda po vjen s'po, jo, ata kanë ardhur spontanisht dhe është e bukra që duhet thuhet, të gjithë kanë ardhur për ta vënë kontributin e tyre vullnetar, çka vjen, çka muj me bën, jo me ardhë me hy, me marr pozicione e të tjera. U kriju Lidha Demokratike e Kosovës, thash edhe nisë me funksionu. Kryesia nisën mbledhjet javore me mediat që i mante Zoti Rugova, nisë shpërthej enigma e Kosovës. U vendos për emrin? Ne, para kuvendit, sa mund të them tash, masa se kohë, dhe me thonë kanë qenë shumë i preokupuar me emrin Jusuf Buxhovi, Mehmet Kraja, Ibrahim Berisha. Okej. Kanë qenë shumë afër, edhe, mos të harroj gjithmonë, edhe Milazim Krasniqi, një shumë i angazhuar në të kohë, më thonë ishte edhe emër, ishte edhe shkrimtar, ishin edhe në lidhën e shkrimtarëve të Kosovës, më thonë ishte ekipi që kishte kryetar Ibrahim Rugovën. Edhe kjo pozicion i Rugovës ishte shumë i favorshëm, plus bisedimet e para të rëndësishme që Rugova i ka zhvilluar me shkrimtarët në Beograd. Atëherë kur thotë se me etiketimet të hekurta nuk bën. Kjo është, më thonë, kështu nuk shkon. Çka ka polemizuar, sa kemi informacione, ka pas polemika bukur tashpra, mos pranime, dhe më thonë, dhe atëherësh u diferencu dhe u pas që edhe ai është njëni prej burrave të mëdhaj që mundet mi kry këtë detyrë. Dega e parë mas themelimit të LDK-s ku u themelu, sepse tani partia u themelu, po ti duhet me pas një shtrirje, me ditë... Po, Shaqir Shaqiri, Jusuf Buxhovi, Mehmet Kraja, antarë tjerë në mërenda Lidhës Demokratike, dhe me thonë, nisën punë në mërenda në qendër shkojshëm për ditë në 8 tash, me morë informacione që ka me bojnë të tjera, ushtru instinktivisht pyetja e degve, e zgjerimit, jo degve, e zgjerimit që duhe me përfshi Kosovën, edhe në bisede sipër, dhe me thonë, rreth kësaj teme, Jusuf Buxhovi është gjallë dhe mund të dëshmoj edhe Milazim Krasniqi më shumë, unë që isha jo, absolutisht shumë jo politik, që s'kisha pas ndonjëherë, po në fushë Kosovë e kisha një farë grepi, një farë gërvishtje që më takonte një farë forme si gazetar, megjithatë kisha një emër. Me vend banim në fushë Kosovë? Po, kisha një shtëpinë, kisha bo një shtëpi vogël, po modeste, po aty banojsha. Do më thonë, nisa me një vetën edhe si banorë të fushë Kosovës. Në fakt, në fushë Kosovë, shumë pak njerëz më njefnin, po s'jamën, po, kur ndoj, Skënder Zoga Rilindës, apo se atër nuk ishte fotografi, nuk ishte këto televizionet mu po më ekspozu me di. Kam pas dhe fotografi të vogla, me menzi që vehtën në gjepshe. Pikrisht, prandaj, une shtrova detyrën, thash, po këshyri po bëj dishka në fushë Kosovë. Po, fushë Kosova nuk ishte objektivi, sepse atë thash, Bozhori atër ishte shumë i rrezikshëm. Se di si e pse, ka heqysh, po
Unë kontaktova me disa nga njerëzit në Fushë Kosovë. Recep Osmani ka qenë njëri për të kontaktuarve të parë. Emeliati Trëmkolli ka qenë po ashtu një kontaktuar e parë. Emin Kabashi ka qenë një Sabit Hykolli, një ishtë tashti Profesori im, Ndjes Pas. Ndjes Pas një njerë. Gjithë ta njerëz të mrekullueshëm, njerëz të Ymer Sfarqa, sekretar shumë vjeçar i Degës LDK-s. Tani më vonë edhe dëshmor. Po, dëshmorët e kanë maltretuar, e kanë, më thënë, maltretimet më të mëdha që ka prej tu dikushtojnë të ai ka ndodhur. Takuam në lokalet e stacionit hekurëdhor në Fushë Kosovë. Sheftas, një 7-8 vjeç. Edhe vendosëm se s'kish shumë kohë aty, normalisht se frika ishte normale në Fushë Kosovë, në vendin ku... Plus në Fushë Kosovë. Në Fushë Kosovë, veç aty është edhe problemi. Vendosëm që me gjithë qaj grupë, pe konsiderojmë si grupë themelus. Ishe në memnat edhe ati një grupi, edhe thamë, dolem me informata në opinion që u formu grupi themelus i Lidhës Demokratike në Fushë Kosovë. Po. Kjo ka qenë, dikun ka 28-29 vjetor, në më thonë 7-8 dit mas Degës, formumit Degës në Prishtinë. 28 nëntor. 89 në po. Dhe me thonë, edhe grupi themelus, me 15 janar, dhe me thonë i bjen 3 javë, rreth 3 javë, po rreth 3 javë, ma vonë, na dolem u grumbullum, i caktum me përfaqësuesit e fshatrave, atër është s'kishe mundësi kriter tjetër më të mirë se me pas çdo fshat i komunës Fushë Kosovës një përfaqësues të vetin. I dërguan përfaqësuesit, edhe ata i konsideruam kryesit Lidhës Demokratike të Degës në Fushë Kosovë. Atë kujtohen ata emra në ja prej tyre? Po shumica, po, me thonë, Emeliati Trëmkolli, Emin Kabashi, Burim Berisha, Maliq Berisha, Fadil Krasniqi, Rahim i bardit madh, miku. S'ka lidhe? 13 vet e themelum Degën e Lidhës Demokratike të Fushë Kosovës. Dolem në opinion, ka qenë një diçka e papranueshme, tash para po kthehen të sanës se jeta e ka dasën e vogla, se çdo javë shkojshëm edhe në mbledhjet e caktuara të Rogovës edhe me gazetarët. Edhe kur shkojmë mas asaj, se para se me bën këtë e informova i Subuxhovin. Që po do të kur bëm me themelu, shkojmë i mora unë një grup njerëzish para se me bën 15, domethënë në qendër atje, nga Fushë Kosova, nga vendet të ndryshme, po i thojmë Subuxhovit në sallën të lidha shkrimtarëve. Tham, një mion nga Fushë Kosova, na që morë vendimet atje, po tash dëshë me legjitimu një parforme në qendër që po dojnë me bo. Edhe me njoftu qendër? Me njoftu qendër, me ditë që ka bëdhe, edhe ishte tash puna e kryetarit, që është e vërtet, tash është ajo. Edhe po thojmë që na do të përpiqemi me bo një kryetarin, sa i Subuxhove, këshyre, tha po, tha, se unë isha kolegë me të në linje, tha po, tha që tha të mire keni Skënder Zogajn. Edhe, në fakt, unë u bona kryetar që atë. O krya e punë që të? Ata po, ata njerëzit ku me gjithë. Ku me gjithë një udhëherc? Po, edhe, jo, ishte interes se kjo është në media, është në gazetë, me gjithat e ishte, predispozitat ishen më të mira, më të fuqishme ndaj meje. Mos me, në dhënë shkumë në Fushë Kosovë, u kriju Dega, janë isi Dega, edhe Ibrahim Rugova u informu me njerësh. U bom ledhja parë me gazetarët, s'po thëtë kur gjo. Unë isha i bindën që ka me informu që u bon Dega, kemi njësë me Degë, se ishte arritje, me gjithate, ishte me qelë ventilat, s'po bënë zonë heqë. Herën, javën e dytë, thëmë për shkova, po këshyre atë, unë folësha me te, ditke, ishëm dhe thonë, se kam pasën në hyre dole. I kishte informata dhe mjaftushme? I kishte, po, vile unë e marsha mene, sa din nuk kërpim, bjenë mene, ku me disë, mos me dhe. Në mbledhjen e tretë, e hafi, edhe tha, na tash, se doli, erdhë koha e deklarime, tash ta na jemi Lidha Demokratike Kosovës, është të forcu, po hecë mirë, kemi bërë 500-600.000 antari, bëm shpejt, njërë ta tashme, edhe tha, që tha, e kemi, tha, është kriju Dega në Fushë Kosovës, tash do t'i kemi Degët në përvendet në ndryshme të Kosovës, e të tjera, gazetat, më thonë që unë ke parpune, edhe në fakt, nuk zgjatit pas taj shumë dhe nisën përmet mu themelut Degët anë e këndë Kosovës. Na jemi, Fushë Kosovë është Dega e parë,
e vërtet historike e Ligjit Demokratike të Kosovës në Kosovë. Kryetar, faleminderit shumë, po e lodh. Jo veç, me ty s'lodha një vjetë. Se megjithatë unë përveç si drejtues e emisionet, po unë jam edhe në cilësinë e spektatorit. Po kur i tregon këto rrëfime, përveç asaj që brenda vetes tonë ngërthejnë emocion të jashtëzakonshëm, po është edhe rikujtimi merr pak energji për këtë arsye të veta. Ai e lodh. Kryetar, u themelun, fillun degët në për qytete tjera. Dhe a shkoj kam me një shpejtësi të hatashme themelimi degëve tjera, sikur në fushë Kosova, po ishte pak më ngadalë. Jo, vështria ka reagu shumë shpejt. Vështria? Po, bile se kemi pas, se shqiptarët s'mujnë ka pak pa njoni parë, me thonë, unë konë mi dhnu pak, kur dollën që jemi dega e partë. Nuk ishte puna kushtet i pari, po kanë qenë shumë afër nesh, edhe, me thonë, vështëria është ndër degët e para të asaj kohë, pastaj nisën gjithandej, dhe me thonë, po është e vërteta tjetër, që një kohë janë kriju degët, janë kriju strukturat, po nuk janë dalë në opinion, dhe me thonë një shku ma nga dalë, sepse edhe një parforme nga qendra ishte ajo që mos t'japim shumë hazë, sepse në nuk ishim në eksperiment, nuk e dinim. Po edhe krijan konsekuenca ma të mëdhaja kur shihet një vullnet gjithë popullore. Pikrisht, që ashtu është. Me lanë më zhvillu, me hecë rjedhë shumë, edhe me hapat sukses shumë. Pikrisht, kjo ka qenë qëllimi besojon, edhe që ajo ndodhi, nuk shkoj, dhe më thonë, mas lartë, ka qenë duket një vjetë më vonë, ka qenë degët e fundit që një vjetë më vonë, që janë bo. Po brenda një viti, do në janë themelu krejt degët. Edhe vështria të qartësojmë është dega e dytë. Jo, të vështria të qartësojmë një sen. Kosova është e para, vështria është e dyta. Mos në hanin shej. Po, jo, me qenë që jemi këto, unë ja i thomë, po bo me barabart, njëjtët jemi. Ashtu, që mos ketë hatër mbetje, mos ketë hatër mbetje. Dakor, shkoj që shkoj, aktiviteti politik, normalisht, na jemi dëshmitar të kohës që u zhvillu, më në filloj sistemi paralel, dhe më thonë shkollat, gjithë shka, njerëz i lanë punat, i lanë krejt, fillun me besu një diçka që sot është e pa kuptimt. Sot, kur nollesh analiza. Pelen punën, në venin tonë, shpinë tonë, pelen objektin shkollor, po fillon në për shpija, në për oda, në për podrume. E kujt ishtë kjo ide? Sepse kjo ka një burim. Sepse njerëz për bigari hak se kanë shu punën, po dikush ka thonë, diçka, ti bojkotojna këta dilin gjie, mos shkojna me punu me tahes, mos t'jo shkojna në shkollë, mos t'ja respektojna plan programin, edhe nashta kjo problematika e jonë merë jehon në dyje. Nuk gjej me thonë, po unë them që burimi kryesor kanë qenë në intelektualet e kohës. Thash se të lidha demokratikë e Kosovës erdhen kokat më të mëdha që kishte Kosova. Disponimi i tyre, përkushtimi i tyre për një alternativë ishte vetë tregimi i popullit që duhet mi u bashkangjit asoj mosëm, mi përkrah ato ide. Unë dhe ta marrë veç rastin e 3 shtatorit të grevës së sindikatave, kure kanë shpallë. Me thonë, njerëzit nuk i kanë dhënë baktive ujë me pi, ka qenë një solidaritet i jashtë zakonshëm. Pastaj njerëzit kanë vrapuar, për shembull, kthena aty ku dhe aty e kanë shu protestin. Absolutisht, domethënë, gjithçka ka qenë e vdekun në pjesën tjetër që ka qenë deri dje, dhe është kthyer nga vetvetja. Njerëzit kanë shku me humbjen e plotë të tyre, sepse domethënë, ajo ka qenë një kohë, domethënë, një besimi dhe një besë të pathënë, të pashprehur. Ishte aksioni i pajtimit gjaqeve me Anton Qetën në krye, dhe me thonë me mija njerëz në për fushat dilnin me falë gjakun që kishin vendos kurmës me falë atë gjak, dilshin e përqafshin kundrështarë. 1200 gjaqe u falen, u ndalen, dhe me thonë nuk ish më mundësi njerëzit me mendu ndryshe. Ju e një njohë personalisht Anton Qetën? Pa tjetë, unë kam 30 shkrimet botuara nga tuvimet e ndryshme, është një libër Kosova që ka për Kosovën është një libër i botuar në Shqipëni, ku i kam 32 shkrimet e mia që kam përcjellën ekipin nga. Çfarë njeri u kon? Ja tashëm, i urt, i qetë, i mirë, domethënë një moll, nashta
qetësia ti më rikujton tani edhe Ibrahim Rogoni, sikur Ibrahim Rogova më duket sikur një djalë i tij, domethënë sikur po rrezë edhe pse ata kanë qenë me të vërtetë raporte tepër të mira. Po Antoni ka qenë, Anton Qeta ishte një melhem për varr. Ai me aftësinë e tij të jashtëzakonshme, për shembull, kam thënë në Odi, kanë deri kur njerëzit kanë qenë shumë të irrituar, shkojshëm sepse nuk kishin vendu kur që mund një fal dikujt një gjak. Edhe ai nuk delte pa e kryer punën dhe e krynte. Domethënë, ata prapë gjithmonë se po më kujtohen tash, shkum në Senovc të Raveçit. Ishte gjatë që dy vllazën kishin pas një gjak, djali i vllavt e ka vrarë djalin e dy vllazën, domethënë djemt e tyre në mbra. E mbra mes vetë. Edhe tash dy vllazët vjetrit, dy pleqet në gjak. Edhe shkum aty ishte e tmerrshme sepse në familje ishin dy vllazë të gjallë, fëmijët do në për botë në brashim. Antoni na ka marrë aty një 6 orë. Kemi qenë një ekip bukur i madh me profesorët, do këtë edhe Agim Çavdarbasha, do personalitetet që përcjellin vazhdimisht. Edhe si kalon me polën njëri një herë një kohë gjatë. Pastaj më shkute tjetri, edhe ato më morën vesh edhe me ta. I ka kriju ujdin edhe mos me gjatë ndodhi pajtimi i gjatshëm. Mas që kry, ishte gati të ra muzgu, po aproj. Edhe dolën ata të dera më në për qilë, me në thonë lëmë të mirë. U kry, u pajtun, a? U pajtun, u bo mirë, dy pleqët, ata pleqët, dy vllaznit, dy anë të Antonit, tash ishin përqafu atje no, dhe këshin falë, dhe me thonë, edhe po dalin me thonë rruga marë. Edhe Antoni në tha neve, ecni, largoni pëmi, edhe unë largum në pëkshim që ka, janë gjitet të dyve për kraj, edhe po ecë rrugës fshatit. Sigurisht një 200 metra kemi shku në rrugë e drejtë atje, po shkojmë ata, tash na unalëm mrapa pa pikëshyrim çka po ndodh. Se unë isha edhe si gazetar, jo si gazetar, po si gazetar, se unë s'kom pas në funksion aty në komisionin në atë grup. Shkuan deri atje, unë unalaj, e përçapoj njën, e përçapoj tjetën, ishtin edhe herë aty me dhon dora njëri tjetën, edhe i lëshoj të dytë ato 300 metrat e para mas vitesh në gjak, mas vitesh, mas folje, dy vllazët janë nesen me komuniku me njënë tjetrin, të hecë, na u të rëqëm rretet i këshyrëm, në ta krynë edhe që të bised, Antoni, tha që edhe ishte dishka magjike, me të vërtet e kom në kujtesë të grabume. Edhe sa të emocionuse. Emocionuse, derin pa kofese, dy vëllezërit që s'kishin folë aq gjatë, njënë me tjetrin po shkojnë me shtaga, me sendë, me thonë ishte, kjo është Anton Qeta, kjo është po kujtoj unë që forca e jashtëzakonshme që e jep përgjigjen e asaj. Ku u pajtuan njerëzit aq shumë. Po, Lidhja Socialiste e Popullit Punues është ka nderuar e tëra në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Pa, Lidha Komunizme më po dihet të shpartallua dhe vinin njerëzit. Ne atëherë nuk kemi bërë dallime din opinioni di njerëzit e vjetër kush çka është, na kemi thonë apo punojmë bashkë, shkojmë atë atje dhe kemi punuar bashkë. Kthena fushë Kosovës, që atë një më mirë, dhe me thonë, na kemi qenë edhe iniciator të themelimit të Partisë Fshatare të Kosovës. Në fushë Kosovë, Lidha Demokratike, po organizohet me bon edhe Partinë Fshatare, sepse... E këto s'pedisha. Se din, sigurisht, duhej më pluralizmi, na ishim të interesu me përmbush kushtin e pluralizmit shumë partijak. Prandaj u dashkëm ndihmu. Po e zonë, është fakt, më thonë që është i papranueshëm dhe duket primitiv, po i vërtet. Kur kriju Partia Fshatare, Adem Limani, një doktor i ndjerë tash, i mirë, një intelektual i madh i mirë, edhe a ishte antar i kryesisë edhe në ndegën e vetë edhe në kryesi. Po ai u zgjodh atje në Partinë Fshatare kryetar i degës. Edhe na kurse hoqëm prej partisë, edhe ishte antar, edhe në LDK, edhe në Partinë Fshatare. Po, në dy partit ishte. Edhe kur bisedum qendër, sepse ishte një farë sikleti, adim për gazetarë të sanë që me thonë ta po improvizojnë, thanë jo, s'ka prish punë fare, pse, në të rinë. Edhe Adem Limani ka qenë, me thonë... Kryetari i Partisë Fshatare. Kryetari i Partisë atje dhe antari i Kryesisë Demokratike fushë Kosovë. Shumë e bukur. Po, pastaj për krahas kemi qenë me të vërtetë edhe të Partisë Demokratike, me thonë, kur ndodhi mas luftës, unë përflas me qëllim të saktuar, se për më duket që me gjithat e sot jemi të bisedu kështu pa dorza. Pa dorza. Edhe unë mendoj që kjo nuk e marrë të me dalë në ekran, po e marrë me thonë që atë që në ndjej, se ma ke ofrua të edhe në jam shumë falenderus. Mas luftës, ne erdhëm edhe morëm qeverin komunale. Jo, njerë mos më kala të mas lufta, se mas lufta është pak pikë ma ndishme. Mas lufta
Tani të çliru, mujna me folë ma shtruar. Po. Jo, një periudhë kohore shkuat në Shqipëni. Po. Sa vite jetu në Shqipëri? 7. 7. Dhe më thotë, jo migrut për Kosovës për shkak të represionit që ndodhe, apo Jo. si ndodhe? Jo, unë në vitin 93, në fund 92, dhe në fillim 93, po e vërtet, në fushë Kosovë filloj në represioni që ditë që mi rëndë, bile ish kryetari Sopjani, Po. ka qenë në spaku një 5 herësh i ftuar në polici dhe ka pasur maltretime jashtëzakonisht të rënda, cilat i di vetëm unë. Dopi tyne tash i din opinioni, po nuk i ka ditë një kohë sepse kam qenë vetëm unë dëshmitari i asaj. Edhe kur dilke prej atyne thirrjeve që bënin, vinte në dek, normalisht se gjithë veshin me tregu që si kanë kalu, edhe prite që unë do të jam i ftuar i radhës, do me thonë, të gjithë më thëshin që kryetar bënu gati se për ty. Ranit ka ardhë. Po, se për ty po kemi folë për ty, do me thonë. Okej, se s'kishe asë shka bën, jeton, jenë ato rrethona. Pa forcë. Absolutisht, pa mbështetje. Me dy kam heq që atë dhe kur gjatë, do me thonë, s'ki asë një mundësi mbrojtje për kërka. Në lidhën demokratike të Kosovës, gjendja ime dihej. Ishin të gjithë me Gjemal Mustafe, Ibra, Ibrahim Berisha, që ishte i terenit tonë, që përfatësus edhe i fushë Kosovës ka qenë e tërë, me miratimin edhe tonë atje. Edhe informacioni ishte që aj tash ka me hangër. Se kretë që shënëzi, nuk e di sa së dhe këse ditë, sepse është Mehmet Kroja, personi që do të duhej me sëqaru pse më ka marë, dhe une, më thonë, nga një modestia, jam kur që kom gërvisht shumë, edhe pse kom shumë shok, më thonë, kadal. Të regom vëlla, pse erdha unë në Tiranë. Unë kam qenë në aktivitet në Bartë Madhë. Edhe më këthy në shtëpi në orën 1 natës, se në Poroda në zhvilloni më aktivitet. Edhe kur më këthy unë, po më thëtë, zonja ime, thëtë, ka qenë në Mehmet Kroja, me shoqin e vetë, ka najtë të nderi vonë, po s'mujten me najtë, ma shumë u këthyn, edhe po kesh, po thëtë, ti kime shku në Tiranë. Ide, s'kisha, po thëmë, ladë që, tha, Mehmeti ka thonë që shto, edhe ka ardhë, bile ka ardhë me marrë leje prej meje, me më ka lëzomu mas mori se tani. Ishte, me thonë, dishka që s'musha me marrë me meje, po edhe si me të nesër me dollë. Dollë në nesër me, takua me Krojnë, tha po, tha, duhet një tërheqe jotja. Një 2 muaj ditë, po ikim, lëshohë, dërzohet detyren, edhe po shkojmë Tiranë, që edhe mu po më vynë atje një ndimës, kështu që po shkojmë në që. Okej, me thonë, unë jam për detyrat din, më thonë edhe deri sot, absolutisht, më thonë, nuk i ik, asë një lojt detyrë. Thëmë, okej, ju e dini, që duhet me po, tha, kur gjatë, me marrë një pashaport në paqë, unë jem me vetur, shkojmë edhe, rrim një 2 muaj, mas një 2 muaj i kthesh, po kalëzoju degës. U ktheva në Fushë Kosovë, i grumbullova kryesin, edhe ja dorëzova detyrën nën kryetares me late Trëmkollit, me gjitha letrat e mundshme, edhe kanë qenë domjetet vogla aty. Edhe pje thëmë që një 2 muaj ditë unë nuk do t'jem, kështu që vazhdoni jo. Shkova në Tiranë, pastaj ndodhi në ndërkohë që Mehmet Kroja u tërheq, një tërheqe, me thonë në Dinaj, une isha në ndihmësi i tij aty, erdhi Ibrahim Rogova në vizitë, edhe në konferencën për shtyp që majtën po ashtu në aeroportin e Tiranës, unë isha me grupin e gazetarëve se duhe një konferencë për shtyp, me organizu, Avnit Spahiu dhe Rugova ishën balë atje, me thonë nga vendi ku duhet ligjërante. Një moment se këtu, po folë Rugova me Avnit Spahiun, u që Avnit edhe erte unë atje, tha, shko tha që aty ku keshë në ullu, tha që unë për odhe që këtë pjesën tjetër këtej. Po, kjo ka qenë. Edhe shkohën atje, ula nga të Ibrahim Rogova, se zgati gojë, dhe që është puna atje në përfatësi. Mirë thash, a janë mjetët për aty, a je në regull me ato, a ki qelësat, a ki se ditë ke që me Mehmet Kroja e ardhi. Thash, po në regull është aty, i dinë ato se janë aty, po, tha, vazhdo tha me punu aty. Kaq? Po, unë alon për që. Tha, po, tha që, qashtu, tha është puna. Okej, u kry konferenca, a eci, pe aty, që su kthejke më në Tiranë, u ktheva në Zyre, mendova pak, ja nisëm më bë shef, i vesha do të esha tjera, e mora për fatësin, punova deri kur erdhi koha me lanë. Ndodhi lufta, ju ishit në Shqipëri? Po, në Shqipëri kam qenë, më thonë deri në fund, se mas përfatësisë Kosovës, në mas meje ka ardhe në Ilas Ramojli,
ka ardhur në përfaqësi. Po flet mas luftës. Jo, para luftës. A para luftës? Ja, para luftës, në vitin 95 po flasim. Okej, e pse ndodhi ky ndrym? Po, unë mas 2 vitesh të qëndrimit atje, do të thonë, unë isha prap se është truaja dilemë dhe sot e kësaj dite e tonë. Kush e mënoj, pse e mënoj, kam pas edhe në kryesi të Lidhjes Demokratike, kam pas që kush e qoj ato, pse ai bashkë e qoj që thonë atje se është ato dilema që ky pe kryetarit Degës në fushë Kosovë, tash në përfaqësitë Kosovës atje ka e qysh, në me thonë cilat mu shumë ka interesu, kur as sot nuk më interesojnë, po, do thonë tjene për to kalon. Në fakt, ju ishin cilësinë ambasadores. Jo, përfaqësuesi zyrës Kosovës, në me thonë. Po dhe po. Po çaja ka qenë, po, unë kam muajt këtë gjitha kontaktet e mundshme politike, diplomatike të Kosovës me Shqipërinë, çdo dokument, kam thonë një 600 dyshtetësi, unë i kam nënshkruar. Më thonë, gjenë edhe kolegët e to, aktorët, regjisorët, më thonë që kanë studiuar në Tiranë, për me kanë pasën, edhe mjek. Po, që ato i kemi kry që ato detyra, kemi pas mirë këftim plot nga Shqipënia. Dhe me thonë, ta në ndollën nga përfaqësia Kosovës, edhe rilindja botoj në Tiranë. Mehmet Emurllau, Mehmet Kraja, u këthyn, se Mehmet erdhin Prishtinë, tani u këthy prapë në Tiranë, po në përfaqësisha unë në atë kohë, dhe me thonë edhe nisi punën rilindje. Kur e lash unë në përfaqësinë, në zërën për përfaqësisë, ma saktë se u kry mandatet e mija një farforme, shkova edhe unë në rilindje, anë që me punën rilindje dhe atje kemi najton tani deri në fund. Kështu që kjo ka qenë puna e përfaqësisë Kosovës. Mas luftës, më thonë, mas kretë këtaj, ndodhe eksodi, u përpoj që më dhe që aty dishka me bo, që ka mujtë. Me dhonë kontributin? Po, normalisht, se unë e njefsha strukturat, e njefsha njerëzit, e njefsha, kisha raporte shumë të mira me zyrën, me gjitha nivellet e shtetënore, i kom pas zyrët e hapura, kanë qenë absolutisht, fjalla, kërkesa tona janë miratuar decidivisht, plotësisht. Ska pas aty dilema që mund të thonë, ju në ato nga thonë, më thonë, shtetin në atë kohë shqiptar ndaj Kosovës ka qenë brillant, pik. Pjesa e luftës është aja që është folë shumë edhe është diskutu, lavdi për se cilin që ka dhanë jetën për këtë vend dhe që ka kontribu, kjo pandimin e tyre dhe të gjithve që kanë dhanë një sakrifis të jashtëzakonshme, ne nuk do të ishim. Erdhë pas lufta, sepse tash është momenti kur fillojnë me dalë në pa edhe do interesat, fillojnë pak më njerëz me ndje nevojen kush ka dhonë ma shumë e kush ka bo ma shumë. Tani me ardhë në menaxhim edhe të komunave dhe të pozitave zyrtare, po ndodhë për herë të parë. Unë tash, jo jeni kryetari i parë në Kosovën e pavarur në fushë Kosovë. A ku me pas plot kryetar, po ju jeni i pari që keni qenë. Po, i zgjedhën nga populli, po. Po nëse cilën komunë në rëndëm kështu do t'jetë. Po mënej do të mbetet si e tillë. Si bie fjala në për ministri, si ministri i parë, si kryeministri i parë, si president i parë. Po. Kjo ka rëndësi. Jo, erdhet në fushë Kosovë. Kështu, para kësaj, me që jemi në një bisedë të lirë dhe pa ngarkesë. Para lufta, pragu i luftës ishte, ka qenë, të thatë vetë, ka qenë shumë kompleks dhe shumë ngatruar. Sfari, ngatrimi i madh ka qenë ngatrimi ushtarak. Sepse oficerët shqiptarë në udhëheqjen e kolonel Ahmet Krasniqit kishin bërë takime nëpër Evropë dhe kishin marrë vendim se duhet të organizoheshin dhe të bëshin gati për luftën në Kosovë. Ata zbritën erdhën në Tiranë, krijuan Farkun, Forcat Armatosë në Republikës Kosovës, morën disa objekte të administratës ku funksionoi, u krijuan strukturat e Farkut, Forcave Armatosë në Kosovës, dhe është qendër për informim në të cilën kam punuar edhe unë. Kam punuar kemi nxjerrë në revistë ushtarake, edhe unë kam qenë një farë lloj, jo një farë, po kam qenë këshilltari për media i Ahmet Krasniqit. Po për çdo mramje, unë kam krijuar një listë ngjarjeve të rëndësishme për ministrin e mbrojtjes, edhe ja kam dërguar në zyrë, sepse ai s'ka mujtë më informu çka po ndodhet për ushtrinë ajo tjetra, domethënë me pasën një pasqyrë. Farku, flasim mas një periudhe zhvillimore shumë të largët, po gjithmonë e pas zgjidhur dhe pa kryer kjo punë deri në fund, ka qenë një strukturë shumë serioze.
pavarësisht thash që njerëzit gjithmonë kanë do vrejtje, ka dikush moskënaqësijet e tjera, domethënë që kanë mujt me qenë, edhe unë them dhe gjithë njerëzit që kanë pa dhe që kanë punu me ta që Ahmet Krasniqi ishte një kokë ushtarake e fuqishme. Në ndërkohë, në Tiranë zbritën edhe grupet e caktuar, individët e caktuar të LPK-s, cilët funksiononin në për Tiranë. Unë, Skënder Zoga, i ka konsideruar si patriot të mirëfillt edhe ata, sepse pjesa ndërmuese e tyre ishin të burgosur, ishte burgosur politik, njerëz patriotik me ngjyra e të tjera, domethënë përpiqeshin të bënin një aktivitet, një zhvillim të mirë. Edhe disponimi ishte që ku mi gjetë me bë të gjithë për luftën. Bashkë, vëlla. Ahmet Krasniqi ka qenë ideatori kryesor i dëshirës për bashkim. Kjo dihet mirë e saktë, sepse nuk po flas që shumë kanë tregu, po flas nga ajo që kom ndajt. Nga vendi i ngjarjes. Po, edhe do ta them edhe sa, dhe kom thonë edhe dikon në emision, si dikush po shtrohej, jo nisën është lufta po afrohej, thashë them me interesat e caktuara, shit blerë armësh dihet të tjera, jo parku jashtë oficerët jugosllavistë, tistat e tjera, plot janë s'ka rëndësi. Unë si këshilltar isha në lidhje shumë të forta edhe me grupin ilegal. Po e quaj ilegal sepse ende ishte jo institucional. Jo formacion. Me kokën e saj, me Azem Sylën dhe të tjerët rreth tij, me spektrin e gjithëve që pastaj kanë ardhur. Edhe kemi komunikuar shkëlqyshëm, unë jam përpjekur me qenë një furnizues i ideve, me përkrahje tyne. Shtrohet pyetja në moment caktuar që kjo pjesa, më thonë që rrike me mu, thëshën Ahmet Krasniqi që di, s'po do me fol me ne e të tjerë. Unë disha që sonë ashtu edhe special, një ditë i hynë në kabinet, se i thëshëm bacë, nuk e kemi thonë na që kemi punu atë, gjithë kemi qëjtë bacë, edhe ajë që ashtu me në ofkën e vetë, pra në te bacë, hajde bacë, edhe i thamë, hi unë bukur, kështu pak i mlefosin. Thash bacë, që ta djemë që sile në për Tiranë, nuk janë patriot që. Ata janë patriot mirë, ata janë atletarët mirë. Po, tha, kush po thë që jo? Thash, po, nuk është veç me thonë, po du të me vepru, me punu me ta. Tha, qapë qësh po thu? Azem Sylla më kishte thënë që nuk po dojnë mu taku. Po, thash, mu taku me Azem Syllën. Sepse në atë kohë, Azem Sylla veç është ngrit në nivelin e një ministri, më thonë, ilegal, ose lokal, ose jo zyrtar, endë se qeveria Kosovës ishte instrumenti zyrtar. Edhe thët, ku dush? Vërtet, po, edhe shkojnë e thrasë Azem Syllën, në banesën time, në Tiranë, katën e 4, ca këtoj takimin, vjen Ahmet Krasniqi edhe Azem Sylla, futën e dhomë, une një farë, edhe sot nuk e di është e vërteta e sështë, një radio kom pasë, të lëshova radion, se thonë nuk mund një qizime dy feshtat kërë, edhe po më thojnë rrë, thash, aja, une mes dy ministrave, s'kam shkarri. Edhe, thash, jo, dy ministrat e në këto, dhe për me dojshën në bisedojnë shlirshëm. Najtën ata, bisedojnë, besoj, dikon ka një 40 minuta, dollën më falenderuan të 2 mua. Gzim i jashtëzakonshëm për mua, sepse ma murë me një që do tjetë një bashkim. Nuk zgjati shumë, Ahmet Krasniqi u vra, dhronë gjerat, ndodhi pas të lu, erdhen qytetarët shqiptarë të Kosovës me shumica atje, tani ku me mujtë me rujtë eksistencën e të tjera dhe normalisht ato tjera të dinin, ndodhi, u ba dhe u këthym drejten në Kosovë. Po, mos kisha marrë syje me ndajt, të rilindja u mbyllë, najtë edhe një muje gjysë më do këtë si korespondent, e mora rolin e korespondentit nga Tirana, sepse ishtë koha që duhej me gjithate me pas ide, mas 2 muje u ktheva në Prishtinë, edhe Shefki Ukaj, atëre ishte u theqë si gazetës Bota Sot. Ta kova në rrugë, qatë të ditit e parë, thëtë, ku jetë, thëmë të najtë të shpia. Mora po më duhet mu një redaktor në gazetë, redaktor i kulturës, thëmë, ku me gjetë, edhe u qova shkova në aty, sepse, po e thamë edhe këta, po pëse mësë me thonë, në rilindje, kru këtheva, ishte instaluar një grup, i cili mendonte se duhet me bo gazetën pa dijet e duhura profesionale. Ishte instaluar dhe në ndërkohë, i kishte hequr emrat e mdhaj të gazetës rilindja i kishte përëzon të shpia. Atë njënin tjetër. Unë isha gati i fundit shkova aty edhe ishte një atmosferë absolutisht e papranueshme. Në fakt, u pase aty s'kam bukë, dhe është një dorheqe me shkrim, për fatë mire kom aty, u aprobuaj dhe dollë.
më thonë, takova me Shefkiukun edhe e pranova ofertën me shku në botën sot gjithsesi, se ishte një burim i jashtëzakonshëm i mjeteve. Nga bota sot, pastaj mos lufta që tha ati organizimet e para. Organizimi... Unë isha, Ibrahim Rugova erdhi nga jashtë, edhe normalisht më kishte marrë madhë, hera parë po flasë, masi asoj, shkova me pa dhe me pytë që ka kalu, ato farë policia, shpia, Beogradi, Italia, këthimi, ishin plot sende që se kisha pa dhe mu ta shumë, so kisha najtë shumë protokoll në Shqipni, dhe me thonë kisha najtë me net të tëra, me vizitat caktume, unë i kom majtë protokollin e ti, në për institucione me ardhë, me pritë, me shkuet e tjera. Shkova dhe, po bisedoj me temë, po më tërgojnë, thotë, që jam i preokupuar për tash do të mi bo do njerëz, do të më organizuna prapë që dikur më atje mesi. Edhe një farforme, më fetë që din t'jesh afer, dhe me thonë, me bashkëpunu, mu gjithë, thjesht mu gjithë, që në qështu dhe mi marrë vesh të ankohen në Linë Demokratike të Kosovë, në të pakten Brezian. Mu gjithë t'i knej? Po, edhe unë po qeshe, edhe po, më thash se tash t'i kemi punë të nëshe. O, Piran men, atëre, Gani Prekupuca dhe Ahmet Krasni, që dy luftarë të mirë, dy aktivistat shumë të mirë në asaj kohë, po pak ishin dalë prej rëndit edhe ishin bo një farë konkurencën, nuk pajtoheshin me njëri tjetrin, ishin i dhnu pak, kish morë vesh Ibrahim Rugova, po më ndonë që, po më thëtë mu, po bre, tha, degat, ju i ma e mira që e kone, din, tash atje të pëjni që do fjallë që se, edhe une me thonë drejt, nuk ishte fare ajo që po e thëmë, asë gjatë thash ati, thash jo më e thash, se nuk desha me lëndu, me heqë, thash jo më e thash, e në pajtua, thash jemi shumë bukur, nuk ishte... Si shashtu heqë? Si shashtu heqë, unë, thash jo, thash o kry, urna, thash po, thash, aty e më kry mo kjo punë, thash aty, ka morë fund kjo, tha mirë ka vo, edhe hyni tani puna, thash edhe unë po bona kryetar i komunës Fushë Kosovës, thash, ka hadi pse, qysh? Dhe normalisht, ti s'thua jo, apo? A më kandidon ti? Po, thashtë nëse më kandidon në fitoj. Po qështë, ja marrë kemë që 7 vjetë që konë aty, zëtni, opinioni me gjërat. Shputje e gjatë? Po, shputje shumë e gjatë. Thash, jo, thash, unë po mendoj që ti po. Tha, jo, këtu s'ka një problem, tha po, thash, ja, unë atje fitoj. Me një bindje të thellë, sepse me thonë drejt jeton, ti ke qenë fëmija ma i ri interesant, po me gjithë atë unë kam pas një dashuni ndaj aty në njerëzve, edhe nga dashunia jame, nga respekti jam, se unë ondrat i shonë Fushë Kosovë dhe së të kësa dite, jo në ladrëc, ku kam le, edhe sot është prioritet për mu Fushë Kosovë, në bendi që unë isha ondrat, apo kujton, edhe isha i bindun që ata qytetarë, me cilë kisha punu në vitet 90, ata nuk mujnë mësë më dhonë mu votë, donë se atmosfera ishte shumë elektrizuar, ishte shumë rëndë. I hymë garës, edhe unë e fitova atër me 60 sur për mandatin e parë dhe mandatin e dytë. Nisëm funksionimin, jam shumë... Sa vitet ka ra me qenë kryetar? 7 vjetë i gjysë. 7 vjetë i gjysë. Po. Goxha një periudhë. Periudhë e jashtëzakonshme, periudhë shumë modeste, nga aspekti material, shumë modeste, po për shembull unë i kam pasur në 12.000 euro fond kryetarit komunës për me shpërnda me bo bamirësin vjetë. Sa ka qenë bugjeti në vitin e parë? Nuk e dim, po ka qenë sikur një 700.000, nuk e di saktë, që në thonë drejtëm edhe mati ato, po ka qenë të mërshësht, sepse unë miku i ka qeverisa dhe me ato, dhe me thonë gjithë shka, gjithë leja do është më monë nga unë miku, ma aprovu gjithë shka për ti, po fola për paret që ku mujtën unë si kryetar, i komunës mi shpenzu, unë me urdhënesat e mia. Po ashtu, unë jam shumë krenar, sidomos për mandatin e parë, në me thonë, kur komuna Fushë Kosovës, deshti një superfuqi, se ditë që lësht ajo, me na e lonë met në kry edhe me na bot meqë, sepse ne ishim tepër të rrezikuar. Unë i kesha informacionin se Fushë Kosova ka me qenë një vijë lidhëse e Graçanicës me pjesën deri te Mitrovica atje, me qenë një shiret i lidhun i shatrave dhe interesit serbë. Një shirit i cili do të ishte katastrofik për ne. Ne një konsultim të vogël me Edith Hargjin, kandidate për ambasadore e parë nga Shqipnia në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë e kam njohur dhe kam pas besim të madh në të, pastaj Flamur Gashi, një veprimtar i mirë, me takim me ta më thonë mu, s'kend,
lejti ato se zhvillimet zhvillohen, po është problemi i serbëve që, në më thonë, ata kanë do pretendime t'jashtme, t'hujat, jo të serbëve në rëndshëm aty. Edhe thëtë kujdes, sepse kjo është ajo lufta që duhet me bo për Kosovë. Tani tutje me këtë temë duhet më marë. Me këtë, edhe kjo ka qenë mësimi i parë, qytetarët më kanë ngu në mënyrë fantastike, në me thonë, për ekseset e kompjon. Pjesën tjetër, na kemi qenë shumë parlamentar, kemi qenë shumë të drejtë, unë kam qenë garant i minoritarëve të fushë Kosovës, me formulën e hapur që e din Biljam i Lumtun, se 2 ditë më parë kam pas një komunikim me Novickin, avokatin e popullit, i cili më shkruan edhe ka një postim dje ka qitën, në vitin 2002, shkurt vitit 2002, kur ka qenë të zyra ime, me fotografi, aj, i nxjerrë dhe ma kujtojt pas në gjërë, ka qenë oferta, hapur që e kam thonë, serbët dhe të tjerët, të cilët janë qytetarët mirë, që nuk kam kate, zgudzon kush me i prek, vërtet zgudzon kush me i prek. Ata që i kanë durt me gjak let ikin sa ma parë sepse e shpëtojnë veten edhe na shpëtojnë ne. Po. E kom thonë këforit 1-2 herësh më pa tërheq vretin që mos u hap shumë se s'është, thashë ajo më qenë i qartë se kam ndërmend me rajt edhe bilaterë shumë konkrenar dhe kom thonë edhe këtë formulë. Unë jam rastisht kryetar komune këtu. Si marr vesh çdo procesi tjera. Unë marr vesh aspektet politike, jo menaxher i mirë politik edhe kështu. Kështu që kjo ka qenë hapi i parë. Kryetar, mas 7 vite si kryetar i fushë Kosovës, pse u tërhiqe? Nuk deshte apo u krijuan rrethona të reja politike? T'jemi sinqert, unë kom Jo, sinqerisht po flasim se na. Po prandaj po do absolutisht, nuk e përdora si shprehje sepse s'duhet me thonë që ajo nën kuptohet. Unë jam bërë kryetar komune me dëshirë edhe me kom deklaru që do t'jem një mandat, t'i krijoj çdo strukturë dhe eci. Që ambicit e mia kanë qenë me gjithë edhe me gazetarin, edhe pak diplomaci. Qepin e kom pas me mas luftës, do me thonë, ne kisha një përvoj, gazeta të ranë, me shku dikun në njërën nga zyret në ambasadave, një në punës që ambasadës, një zadhanës që ambasadave, do me thonë, një jetë e mirë. Në rrafshin diplomatik? Në rrafshin diplomatik, kisha do njoni, kisha do lidhje, kisha do shok, kisha do meq, ambasadorët e Shqipnisë që ishin e përmendën ndryshme, kishin orë kontaktojsha me to, do më thonë, ma patën shëhretuat për atë dëshiren për po, edhe kjo ishte syni jam. Po mandati i parë, shkoj, për me ka qenë shumë atraktive dhe shumë i rëndë, sepse serbët ka herë pajtoshin, ka herë spajtoshin. Dinamika e madhe? Dinamika e madhe? Dinamika e madhe, fori Rus ishte i vendosën në aeroport, ishte në shtëpinë e shëndetit, ishte në qendrën e kulturës në fushë Kosovë, ishte problem akut, isha në kontakt me këforin, këfori thështë mos ngut, deri që ata do të më heq, po mos ngut, do të thonë, kishte angazhim politik të jashtëzakonshëm. Shkoj mandati. Edhe janë gjallë njerëzit, do të thonë, kur përfundoj, para se me përfundu i thira këtë ekipin tem, edhe tha shiko, tash hajde të fillojnë të mendojmë edhe para se. Ka nikë për zyrës të gjithë që ata që kanë masane, si biseduhet kjo, edhe një othë, sonë, veç ti, në me thonë, edhe isha kandidat pa... Me aklamacion? Me aklamacion mrenda, edhe shkova. Edhe pse kisha një farë bindje që me gjitha te është mirë, mund rrunë fushë Kosovë, edhe me ndësha. Nëse tërheqën në qatë kohë, dhe me thonë, mund të jem një këshilltar i mirë nga jashtë, lidhjet me qendrën i kisha të mira, me parlamentin, presidencën, kryeministrin, e të tjera, dhe me thonë, se Hashim tha që unë e kom njoftën si fëmijë, si të ri, në Kuptimin e rinor. Ja, po, absolutisht, e kom njoftën, dhe me thonë, të ri, në Tiranë, kom folë, kom najtë e tjera, dhe me thonë, edhe disha që unë mund të bëj mirë për fushë Kosovën, mund të jem një ndërlidhje mirë. Po nuk u pajtun, dhe me thonë, hyna në garë, fitova prapë, najta edhe 4 vjetë, ka fundi, t'jam i sinqert, edhe një herë shpëthem, në nisa mos me qenë shumë i knaqën. Nisi mos me qenë shumë i knaqën. Mos me qenë shumë i knaqën. Edhe nisa mira pishmon, pse, kam dajt edhe ma shumë, sepse 7 vit që e bërit vetën, i shtoj ambicet e njerëzve rreth meje, i shtoj përpjeket që me punu ka pak mra pa shpinës teme. E unë e kom qaq mërzi, më punu, paranoj gjithë par do loj konflikti për balë, po jo mas shpinës. Jam shumë i keq në të lami, sa që po të them edhe këta, nën kryetarit, Milan Gjekic, nën kryetari sërbë,
marrëveshja jame edhe ti gojore ka qenë, edhe jemi marrëvesh edhe jam falenderus prandaj përmend Sonsiki nga ajo që ka ndodhur. E thira në zyrë dhe thash, shiko Gjekiç, ti je këtu për mi mbrojt serbët. Unë jam ai që edhe jam edhe përmi ty se ti je nën kryetar, nuk je kryetari. Asnjë rën nuk do me ma bo. Po të garantoj, po të jap besën, që gjërat nëse nuk rrajmë njëri tjetrin, edhe që nështë s'duhet mi bo, nuk mi bo për ty. Sepse unë du me qenë kryetar i të gjithë. Edhe kemi bashkëpunu në mirë të jashtëzakonshme, dhe me thonë pa rujt shpinën për njëri tjetrit. Jam shumë i kënaqur me punën ati njeriu. Në ndërkohë që njerëzit që kisha marrë veshje që do duhej të konsultoheshin, të respektoheshin, të merreshin vesh, nisa me një vendime që po, bo që ajo s'po bëhet kjo, deshti me bo kjo, s'po do më bo kjo, edhe pashin, edhe eca, shkova këshilltar pastaj në Tesadri Perati, në ministri, edhe merdi koha për pensionim, dhe thënë kjo është. Kryetar, Fushë Kosova është ndërtu, është zhvillu, në qoftë se duhet thuhen meritat, duhet thuhen edhe vrejtjet. Jo keni prodhu, e kom dëgju tani rëfimin me vëmendje, keni prodhu një kohës politike që ata kanë menaxhu Fushë Kosovën deri në përfundim të vitit 2025. Ata në një farë forme janë prodhem i yti. Qoftë se kanë bo punë të mira, mund më lavdu edhe ti. Qoftë se kanë bo punë të këqija, që besa, mos më lavdu edhe ti. Absolutisht. Qysh e ke po këtë qitë pjesën mas daljes deri në përfundim të kësaj që po thuj se për 25-6 vite është menaxhu nga LDK-ja e që rjedhimisht nga njerëzit që ti ke lonë mrapa, po flasë kokat, sepse mas një generatët kanë ndryshu, kanë evolu, dhe ne nuk të kemi pa në atë mes. E tha bukur, e sakt, edhe meritat, edhe dështimet janë të Zoti i Shtëpisë. Unë kam qenë Zoti i Shtëpisë në ditët e para, në themelimin asaj komune, 7 vjet. Gjithçka e mirë e kam edhe unë hisën teme. Gjithçka e keqe është përgjithësi plotësisht e jamja. Aty s'ka dilemë. Se gjë dorë kur, edhe sot e kësaj dite gjithë secilit qytetar të komunës Fushë Kosovës, për çfarë do qoftë edhe për një përshëndetje ose një pritje në komunë, që ka vërtet i pranoj, sepse njeriu nuk është i pagabueshëm. Edhe ka absolutisht. Nuk kam shumë, më thani natë, po jam pak i mleposën sepse ne, komuna Fushë Kosovës, jeton, komuna Fushë Kosovës, i ka dispozitat me qenë komuna më e mirë në Ballkan, jo në Kosovë, në Ballkan. Çka shkoj keq? Shkoj, mas pari thashe, na në fillum, mas me qenë të ndërgjegjshëm për punën tonë, për përgjegjësinë tonë. Nisën keq përdorimet, vëlla. Pik. Nisën keq përdorimet. Nisën keq përdorimet. Absolutisht nisën. Ne kemi një plan urbanistik që unë kur e kom në vitin 2003-2004, kur është bën plani urbanistik, kom thirrë ekspertët më të mirë të Kosovës për me bën një plan urbanistik, sepse kam qenë i bindur që Fushë Kosova herë do kur do në zhvillimin e saj ka me qenë një paralagje e Prishtinës. 2. Nëse bëhet një paralagje e fortë dhe e mirë e Prishtinës, e zbraz Prishtinën edhe e krijon komoditet qendrës. Edhe plani urbanistik kur o bëm kanë shah njerëzit me të mirë, jo për të keq, po kryetar po na buks po kemi hangër, ti shkoni japat 30.000 euro për me bëm vizatime. O zotnit, ona dyn plani urbanistik, plani i parë urbanistik i bërë në Fushë Kosovë ekziston, unë kam një kopje edhe sot e kësaj dite në shtëpi, ka qenë shtëpijat rreth rrugës, do është patjetër me pasën parkingun, gjelbrimin, edhe 5+1. 5+1. Kur doni, unë e kam planin urbanistik, e kam me CD-t, me krejt. Ai plan urbanistik, do me thonë, nuk është respektuar fare, është keq përdor, është farë ndërrimesh janë bëmë më vonë, nuk e di, po ajo ka qenë katastrofa e parë ambientit të Fushë Kosovës, sepse Fushë Kosova ka një sasi tepër të madhe të ndërtimeve të cilat janë zonë frymën jetës. Aty ka banesat që kur në jetën e vetë dielli nuk hyn, dhe në një banesë ku nuk hyn dielli,
nëse ajo familje lind e bën një fëmijë edhe ai fëmijë rritet në atë banesë, ai nuk është i shnosh, ai është i smur, ai ka me qenë me defekte, sepse në një vend ku syn dielli fare dhe rritet një fëmijë, bëhet 7 vjeç, pa diellin brenda shtëpisë, pa heqjen e do mikrobave që dihet që vetëm dielli, rrezet e diellit i largojnë ose i shumojnë ato që duhet, është një praktike, një diçka e lëshuar. Unë kam qenë kundër lejeve të caktuara që janë bën. Kam qenë, domethënë, parimisht, se unë nuk merrna me gjërat, nuk jo marr as më ka interesu. Për shembull, di njerëzit me buxhetet, kam thonë parametër, që ky jam për me bën çatë rrugë për shembull, japim pak më shumë, që për shkollat për ata, po detalet i kanë bën çaj ekip. Ekipin e Fushë Kosovës unë e kam deshur më shumë se anëtarët e familjes. Apo kuptoni? Familjen e kam pas në dorën e dytë, që 70 kryetar. Ata kanë qenë, i kam besu dhe i kam dashur pa kufishëm. Është e vërtet që kush me mi guxu me fol diçka të keqe për ta, ka qenë e pabome. Jo në teren, po as në qendër. Në qendër, ministrat kur kanë bërë me fol, diçka më thonë mbylle. Bili atërësh është ajo shpreha që ka qenë jo modeste dhe ka qenë pak kështu, që thëshon, unë jam princ i Fushë Kosovës, nuk e kisha për princin, e kisha mjo kallëzu atyne që aty s'bën me prek, heq. Po, me morë përgjësin edhe të tjereve. Edhe të tjereve, dhe me thonë, e ku morë përgjësin. Kam qenë i bindun, kam qenë shumë i bindun që po bojnë mirë, kam qenë shumë i lumëtun, se ata do kanë pas përvoj, kanë pasën mundësi me bo gjërat mira, po tash mund nuk jam largum për proceseve, dhe me thonë, veç kurreshtja ime dhe e gazetarit, me qenë informuar me pasendit, edhe që po thote se nesër mas nesër dhe më po, sa jesa jeme, deri në humbjen e fundit, personat që kanë udhëheq komunën, prej Burim Berishës, kryeshefit tim ekzekutiv, edhe Fadil Krasniqi, prej Breza, e të tjerë, janë persona që i kom thirë. Paja këto, ti mund është ti du të me hy, edhe i kom përkra, deri në pa kofi. Jam shumë i lumëtën që i kom përkra, edhe ta përfundoj. Kur të ka në qef, për gjithdo sand, më dhe voglin, që ata kanë vrejtje, kisha pas qef, që po flasun sot të ti, me dole me fol, ose me mnal, e me më thonë, nuk është e vërtet që kjo, po qështu, e të tjera, sepse përgjësin nuk e heqi, unë jem konë kryetar dhe atë pjesë, për jetë e motë është e jamja, si në bësë për të këqijat që ka ndodhë. Si të mirat, janë të rjedhshme, i ka meritu, populli shqiptar, ka meritu ma shumë. Me thonë, ku gjësi kemi thonë që ka meritu. Kështu që, po, zhvillimet janë tilla, mas luftat gjithkohë në botë kanë qenë, do me thonë, ka anomali, ka gjana që ndodhin. Gjatë gjithë bisedës, normalisht që të kom dëgju me vëmendje, edhe me një kurresht e jashtëzakonisht të shtuar, dhe kam provu me shtëru gjithë shka. Ju keni qenë themelus dhe jeni themelusi kësaj LDK-ja që është sot. Por që me që ju ëndrat isheni në Fushë Kosovë, dhe unë po besoj që në këtë mosh nuk keni naj pretendim me ndryshu partinë, ngeleni në LDK. Tani po ju pës si një antar i LDK-s. Fushë Kosova mas një periudhe gjatë kohore është humbë, është fitu nga një subjekt politik që njerëz kanë besu më shumë në vizionin e tyre dhe si antari LDK-s çka duhet me bë LDK-ja në Fushë Kosovë për me rikthy Fushë Kosovën mas 4 vite? Lidha Demokratike e Kosovës, jo e Fushë Kosovës, po krejt. Specifikisht për Fushë Kosovën e Masnej e kemi edhe në fond për LDK në tërsi. Në thonë, mësë me spjegu pjesë. Smundja, epidemia, duhet po. Lidha Demokratike e Kosovës ka 15 vjetë, me thonë, qënë nga Fatmir Sedeu, që ka fillu me i lanë strukturat e Lidhës Demokratike të Kosovës në Kosovë më bon që shkanë mujtë, që kanë dirë, që shkanë dirë. Në besim, kemi gjithë një njerit mirë atje, ose Skënderzoga është aty, hajtë që a i banë. Nuk shkon kjo punë partia, nuk shkon kështu. Partia donë struktura, donë ligje, donë naja, donë votën. Votën e donë. Dhe me thonë, ka vite që strukturat nuk i zgjedhe me votë.
Bon listat që në nëndeg, në këtë nëndeg, ata grumbullohen, e bojnë të dega vazhdon më të tjetë. Dhe me thonë, e kemi hupë sensin për strukturat e Lidhës Demokratike të Kosovës. Unë mendoj që Lidha Demokratike e Kosovës, rezultatin që e ka jashtëzakonisht të merituar, sepse nuk i ka qëndru besnik shtëpis vetë, murëve të shtëpis vetë, dyrëve, dritarëve, njerëzve të saj. Dhe me thonë, kjo është smundja e Lidhës Demokratike të Kosovës që do të duhej mu pas parasysh. Kthehemi te Fushë Kosova. Fushë Kosova është po kjo, do të thonë, prej nuk e di, po deri tash nuk mos lidhet me mua, po deri vonë aty s'ka mujt mu zgjedhën pa pas votën e mjedisit caktuar. Njëri Harilaçit nuk ka mujtën me hynë në strukturat e Lidhës Demokratike pa pas aprovimin e qytetarëve të vet, njerëzve në Harilaç. Me qinda herë edhe si kryetar komune jam kanë për probleme edhe të partisë, son një partiash. Kur nëse shuhet krejt Lidha Demokratike jeton mos on pyet ai Lidha Demokratike, son jam prap Lidha Demokratike. Jam onaj. Do me thonë, nuk kemi leju jo për tjetër, po nëse do njetonin Harilaçi me çu duhet me votu, me marrë lejen për qytetarëve, edhe tani jetojnë, e kësë gjithë vetë. Këto nuk e kemi bo. Ka ardhur t'ju saju, t'ju vendos, t'ju fut njerëzit me porosi kanal. Duke u menjanu. Duke u menjanu me të tonë, dhe mos s'kalon t'ju hapsin, nuk i lon, nëse ti të pas një ndjajt veçantë për partin, ti s'ki pas vend më qësh më shku. Si qësh më shku ti me diken që as nuk ka qenë parti, vjen këtë që po thamë, po mund është me të i gazetarë dhe ti do të më hullëm tu, në Lidhën Demokratike të komunës e Fushë Kosovës, në degën e Fushë Kosovës, janë 80% të njerëzit që nuk dohet me konë në Lidhën Demokratike, dohet me konë, po jo dhe heqës të Lidhës Demokratike të Kosovës. Sa ata ndjenë mirë kështu. Po ju ka thonë rasti, jenë putë, jenë pranu, tash nuk din që ka me bo. Edhe humbja, ndodhe, Besnik Osmani është një personalitet i formuar, ka formim intelektual, shkollor, përvoj, jetësore, e të tjera. Një personalitet që ka mujtë me qenë një kryetar i mirë i komunës e Fushë Kosovës. Po, pse s'u votu? S'u votu se s'ka pas struktura. Strukturat i ka të shpartalluara dhe ka met në nivelin e fjalëve. Ta jap botën, s'ta jap botën. Ajo, ta jap, sa jap, ajo është kur gjaheq. Prandaj, në strukturat e caktuara ka qenë i mlefosin qytetari ynë, votuesi ynë, kujna m'ja dhon, pse m'ja dhon individi, kujna i përgjigjet ky individ, interesat e kujt i mbron ky individ, apo kupton, që unë edhe ti besoj që kur e bën një kryetar komune ti ke qef me pas çaj që ti mbron edhe interesat e tua, qytetarëve tuaj të tjerë. Njerëzit nuk e kanë pa këtë lidhje. Pse se kanë pa? Nëse se ka pas Skënder Zogaj, themeluesi, njëri që i don më shumti, nuk e ka pa këtë interes. Nga vetë fakti që unë 15 vjetë që më hynë komunën e Fushë Kosovës, s'ka hi ka maja me meshkel. 15 vjetë? 15 vjetë. A një shka dhe të kjo? Themeluesi i komunës, edhe i partisë, që ka fitu aty 25 vjetë, bastioni i Lidhës Demokratike të Kosovës, unë dokumentet, më jenë keqë, po thëmë se është tash denoncim publik edhe i keqë, nëse kom pas nevojë me nxjerr një dokument, unë kom shku nëpërmjet lidhëve që i kom njohur, thonë nxjerr më çat pagesën e certifikatës të tatimit që paret, kryma e bëma jashtë, që më hynë në komunë. 15 vjetë? 15 vjetë, absolutisht që më hynë në komunë e pare, sepse nuk kom kamit vend me hynë. Ata kanë pas qef, nashta më pa, dhe nashta i kom fy, po unë s'kom mujt me hynë, dhe s'kom desh me hynë. Se nuk ka qenë ambienti që unë kom mendu se du të me qenë. Edhe rënja në Fushë Kosovë e Lidhës Demokratike të Kosovës është humbja më e madhe që ka përjetuar Lidha Demokratike e Kosovës. Edhe këtë humbje e ka të barabartë, që po e tham sot, edhe Zoti Abdigjiku, që unë e kam shok e mik, e kam nip të shokut më të mirë letërsisë, i cili e ka nënçmu këtë punë dhe ka leju, sepse Fushë Kosova ka qenë gjëna me humbë bastionin. Nuk po thëmë përgjo për ta që kanë orë, sepse ata kanë marrë votën, edhe unë i respektoj, edhe i përkullem deri në fund, sepse unë jam një prej qytetarëve të komunës Fushë Kosovës, dhe Valon Prebreza është kryetari im, sikur se që ka qenë Hashim Thaçi kryetari im, ose sikur që mund tjetë sot Albin Kurti kryetari im, sepse na duhet më mësu me respektu dy gjëra, votën e qytetarit dhe institucionin. Pik. Çka duhet me bë në Fushë Kosovë? Fushë Kosovë, dhe thamë probojlike është pra, komendu që do të them në fartakimi, Besnik Osmani momentarisht kryetari degës LDK-s në Fushë Kosovë.
Dohet mi mbledh që ata që ka zyrtar të rreth vete dhe mi ju kallëzu atyne prej ditës parë, që unë do të komunikoj edhe me gjithë njerëzit me ndikim të lidhjes demokratike që ekzistojnë në fushë Kosovë. Mi grumbullu veteranët, mi vetë, mi pyet veç me thonë, jo me marr mendimet e tyre, po me pa disponimin e tyre. Pse mos mi marr mendimet e tyre? Po i marr mendimet, po si dihet, ku me di që ka pa, me disponimet e tyre duhet mi pa, me thirr Skënder Zogën, i bëhet qefi, shkon aty, ja thet 1-2 fjalë, si prishkon Gjapun aty, edhe mujna me bisedu për kuadrat. Do me thonë, një edhe me nisën mi nxjerr në terren të gjithë me kriju strukturat. Duhet katunit, gjitha deget me grumbullu 5 antar, 7 antar, 12 antar, se di sa ka lidha demokratike, po qëta 12 vetë, mi grumbullu me një dhomë, mi thonë, lidha demokratike, po dojna me kriju strukturën e re, tashte, qëtash. Po 12 vetë jemi, shboll kakme, se boll është. 5 vetë një në ndegë. Kush me dhëtët më shefta, mirë, shkru në jamnët, me që e për kaljet të bardë, shkru në jamnën që ati që po do me bo kryetar të në ndegës. Ata i shkru në që ata 17 vetë, i shkru në sigurisht të njoni 4 herë, të njoni 2, të njoni 1, qaj që ka 4 e bojnë. Do me thonë, strukturat duhet mi kryu sa ma parë që është e mundshme. 2, të gjithë njerëzit vullnet mirë të kësaj partije, tash duhet edhe unë, tash ke vlen edhe për mua, duhet mi harrua të sene. I dhënimin me lanë prapa Kurrizit. Milion prapa Kurrizit dhe me nashë me kontribu, sepse edhe këta. Lidha demokratike Kosovës edhe për Balon Murtezën, me Balon Prebrezën, tash, Balon Prebreza ka një forcë, dhe më thonë, zgjedhore të mirë. Kurs, s'ka me mujtë me pas suksesin e mjaftueshëm, nëse nuk e ka edhe një aprovim të heshtur të lidhës demokratike të Kosovës. Sepse, cilën aprovim? Aprovimin që na duhet me pranu funksionalitetin e tij qeverisës të komunës dhe me pas një përkrahje pak rezistuese, pak me vretje, amo një përkrahje se nëse kur ta marrë një rrugë të mirë, edhe na si qytetar gëzohemi edhe duhet me dalë atje. Do të këta paritet ai duhet me pas për mujtën me qenë. Nëse ai tregohet kryetari mirë, nuk duhet me na met marrë që se kemi një kryetar të Lidhjes Demokratike të keq. Sepse kjo s'vlen kur gjë, më thonë, kjo është formula. Jem të ti, jem si ti, se ti tash edhe pjesë e asaj që po flasim bashkë, na jemi të një territor. Duhet mu aktivizu, nëse është objektivi yti, kjo parti për shembull, po s'e po është mirë me dhënë kontributin tënd, sepse i bëjmë mirë fushë Kosovës dhe demokracisë në Kosovë. Let mbetet me pa, unë të falenderoj për zemërsisht, është hera e parë që kemi kalu komplet kohën televizive, kemi provu mi shteru shumë gjana, po me ju është problem mu përmbledh krejt historiku brenda një ore televizive. Unë të falenderoj shumë për kohën që ke gjetë dhe për mu edhe për shikuesit ishte një kënaqësi e veçantë. Ishte shumë kënaqësi edhe për mu. Unë më ndova që 20 minuta, s'kemi bo më shumë. Kemi kalu ofër 1 orë 30 minuta. Faleminderit shumë. Mirë tonë, deri në emisionin tjetër, miru ta kofshim, por mos haroni që tani temperaturat po shkojnë të nxe me blek klim Bruno, mos haroni, në fushë Kosovë, në Alfest, mundeni me gjetë banesa cilësore dhe me u rahatu shpejt, me kriju një familje të Alfest, në qofë se dikujt i kanë ra flokët dhe ka nevoj për flokët të ozoni, mundet mi mjellë, dhere atëherë, miru ta kofshin.